Jemi rikthyer në pjesën e dytë, një pjesë mjaft e rëndësishme në Rrugë të Shikus. Unë me një grup të ftuarish, me këtë emisionit, do të përpiqemi, unë duke pyetur dhe këta duke treguar, se çfarë ishte kjo fushat elektorale, si ç'ishte sjellja e tyre, çfarë do të sillte maggjoranca apo opozita nëse fiton nesër, dhe çfarë do ndodh ditën e diel, por pa edhe fallë sigurisht, po çfarë ne mendojmë. Ola Xama do të jetë këtu, por një trafik i rënduar shumë sepse popullata ka filluar shumë preç të qarkullojë këto orë. Dhe Giro d'Italia. Edhe kjo Giro Italisë, kanë bllokuar se kush ka ardhur nga Italia pa shumë, dhe kishin vajtur dhe te hoteli i Fanit në Durrës, Bushat, që flinin aty. Një pjesë dhe dolën folën ata. Ciklistët apo trajnerët? Ciklistët. Mu duken si të vjetër, por çfarë ishin ata? Nuk duket se ishin në kështu sportiv. Ishin popullatë e madhe që garonte. Menaxher, organizator, Ishin folën ata aty. Mekanik. Por kanë blloku dhe disa rrugë të kryeqytetit dhe një nga këto i ka rënë edhe halli i ka rënë dhe Olës si do të vi për 3-4 minuta. Do të jetë këtu, Pres Zogaj, faleminderit shumë, Mentor Nazarko, faleminderit dhe Zoti Bushati, faleminderit shumë. Fare shkurt për shembull, ju kaloi një muaj, ju e ndoqët dhe patët. Po, kur them shkurt, do me thënë, sikur të zgjoheni befas dhe ju pyet dikush dotore, çfarë ishte kjo fushat e maggjorancës në këto zgjedhje? Të pyesim në fillim maggjorancës. Ku fokusua ajo? A pati llogaridhënie? Si më duket sikur s'pati gjë. S'pash gjë. Preç si mendon. Kjo fushat ishte një déjà vu, një gjë e parë disa herë, në përgjithësi. Duke mos përjashtuar në një risi. Edhe mund të përdorni në imbulim, ka fushatas. Tani është fushat e maggjorancës dhe në imbulim vjen aty. Që sollën partitë e reja. Ja e kemi shënuar në aty preçë, edhe fushat Tallava, po dhe me lugë Floriri. Opozita doli dhe tha, do gjenden lugë, janë gjetur lugë të mëdha Floriri për të ngrenë, ndërsa pjesa që na drejton, që në vëjon të na drejtoj, bëri një Tallava të madhe. Po? Pikërisht në këtë aspekt them dhe unë që fushata e dy partive të mëdha që i kanë dhënë tonin në gjitha aspektet, ishte një gjë që e kemi parë disa herë. Kemi parë. Ishte si një gjë për ta heqë qafët, që s'ke si ja bën, nuk mund Kemi që bëjmë dhe do ta bëjmë patjetër. Mund të shkosh për tej 4 vjeçarit pa bën një fushat elektorale. Edhe protagonistët ishin. Se ti ke idenë që dhe mund të anulloj fushata fare, Jo. Ishte një dekret, të vijej Barami, të bënte një dekret dhe edhe mund të bëj pa fushatë. Nga 45 është për 30 për shumë. Po. Në pikpamje të spektaklit, në mënyrës si u bë fushata, edhe protagonistët janë po ata, tani po thuaj se janë në një moshë sa i takon protagonizmit në skenën politike, se edhe Rama është bërë protagonist që në vitin 1998 paka shumë, me tipin e tij. Ministri ishte Berisha 30 e sa vjetë, njëjta kolonë zanore, njëjtat grimasa, njëjtat fjalë, njëjtat mënyra komunikimi. Kjo, më thënë drejtë, sikur ky lloj ligjërimi, ky lloj komportimi, sikur genialitet madh ketë bëhet monoton. Monoton, thuaj. Kështu që Mentor? Kjo është e vërtet që thotë Preçi që është dominuar fushata nga dy personazhe që na shoqërojnë jetën tona për disa dekadash, por megjithatë për ta përmendur si risi është përfshirja e partive të reja, që është, unë mendoj që është shenjë mirë që demokracia shqiptare megjithatë funksionon. Ato e pasuruan këtë fushat. Funksionon thuati demokracia, ha? Po funksionon. Me gjithë skepticizmin tënd karakteristik, domethënë funksionon sepse ato partitë e reja po rriten në përqindjen e preferencës ka populli për to, pra po shfaqin figura të reja, po shfaqin edhe ofertë programore të reja, cila e ndikon sadopak ofertën programore të partive të vjetra. Në ndërkohë kemi patur një dimension të ri të fushatës që ka qenë ndërkombëtarizimi i saj, për shkak të përfshirjes qoftë konsulentit huaj aty amerikan në rastin e PD-s, qoftë për shkak të përfshirjes së Bashkimit Evropian, si po themi si ofertë, si slogan, po edhe me ato premtimet apo me mbështetjen e hapur për Partinë Socialiste.
ishte i pranishëm po ashtu dhe SPAK-u në një mënyrë tjetër, të partitë e vogla e kanë valvitur pranga në fushat me shumicë. Si pranga? Do më kanë thënë, ja tani e ka radhën kërë. Kemi dhe një pyetje për ta. Kështu që këto ishin disa nga element karakteristik shpejt e shpejt që e karakterizuan këtë fushat. Okej, Bushat. Ti si e mendon këtë gjë tani? Gjithë të fushat që pam. Unë mendoj se kishim dy lloj fushatash. Nga një pikpamje... Nuk do më thosh opozitë se kam pyetje vete. Si? Po bëj 3-4 pyetje për këta, pastaj po ndalem te opozita. Vetëm këtë. Dhe pastaj kalojmë te opozita. Jo. Pastaj kalojmë që ti ndajmë dhe të mos krijojmë një krasime mund të bëjmë sigurisht, po. Se unë doja të bëj një vështrim më të përgjithshëm, po të ndjeka të tëndet. Do me thënë, opozita po e lëm më janë, pushteti. Rama bëri, do me thënë, duhet përgëzuar se bëri fushatën më fantastike të mundshme në raport me lëndën e parë që kishte. Sepse çfarë është fushata? Si do shesësh lëndën e parë që ti ke? Pra, Rama ose do bënte një fushat të ndershme, të drejtë, dhe do fillon të t'jepte llogari për 1, për 2, për 3, qa është bërë, qa s'është bërë, sa veta më shkuan burg, sa veta s'më shkuan burg, a ka pas korupcion, as ka pas korupcion, a ka arritje, as ka arritje. Ose do i shmangte të gjitha këto, do shmangte bilancin. Por, se kjo që shmangu bilancin, duket sikur një lavgoje, me diçka do ta mbushësh, dhe në këtë pikpamje, unë mendoj që ashtu formalist Rama gjithmonë sjell në një gjë të re. Na tërheq prap me noizin, me ato tallavat që bën qytet në qytet, tërheq vëmendjen me batutat. Pra, i dha ritmin e vet fushatës, qoftë dhe duke debilizuar fushatën. Por ama qëllimin që i vuri... E realizoj të. Ja rriti. Dhe në këtë pikpamje, vërtet në shiti sapunin për djathë, por ky që qëllimi dhe qëllimin në një farë mënyre ja rriti. Njëkohësisht duhet të them këtu, se jemi te majoranca, pse do kalojmë te opozita, majoranca nuk ka lejuar, sidomos majoranca, po edhe më së shumti edhe opozita, po veçanërisht majoranca, nuk ka lejuar përballjen e kandidatëve të saj me kundërshtarin. Pse mendoni se është zgjedhur kjo strategji? Apo... Me që ishtë Bushati ta vazhdoj Bushati, pse është zgjedhur? Pikërisht për këtë që tha shumë, sepse nuk do një fushat me ballafaqim dhe me bilanc. Edhe po të shofësh, për shembull, dhe krye premtimi i Ramës, atë që gjen në postera, atë që e thot vetëm me Edin në Europë. Pra, edhe këtu premton diçka që nuk ndodh në zgjedhje normale politike, që ti të premtosh diçka që shkon përtej mandatit tënd 4 vjeçar. Pra dhe sikur ëndra e Ramës bëhet realitet që ne të futemi në Europë në 2030-ën, edhe 2030 është përtej një mandati 4 vjeçar. Mund të jetë llapaj me agron shenjë pushtet 2029-ën. Pra ti s'mundet logjikisht të premtosh një gjë që te i kalon mandatin tënd. Dhe kjo bëhet pikërisht për të nxjerrë përtej një fabul që s'ka lidhje me realitetin. Zogaj? Kur thash që kjo është fushat rutinë, kam parasysh edhe mungesën e përballjeve. Përballjet janë kripa e fushatës. To tani nuk ka, është fushat në distancë. Për karakteristika e kësaj fushate që nuk është hera e parë që është e tillë, që palët kundërshtare vendosen në distancë. Unë për shembull si gazetar, që kam kohë. Ti do të shohësh njerëz që shkëmbejnë. Kam edhe këtë ide, ndoshta kam gabim, e themi ju pyes ju. Ndoshta çdo gjë që e paravendosur dhe është luajtur një si teatr. Te po them që te nuk ka S'bëjmë përplasje, s'bëjmë këtë s'bëjmë. Te po them që nuk ka risi. Vite më parë ka qenë një zakon që SPAK-u, ministrat e qeverisë dhe ministrat hije që presupozoheshin ministra hije të opozitës, përballeshin në për studio. Ne nuk kemi parë përballje lidhesh, dakord, po e heqim atë se don emancipim të madh që 2 kryetar partish të dalin në 3 debate gjatë fushatës ose në 3-4 muajt e fundit fushatës. Por debate midis
figurave politike që janë ose ministra, ose, si thua, përgatitin për qenë ministrat qeverisë eventuale të opozitës, ne kemi pas. Ka pas gjithmonë. Tani Shqipëria i bën fushatat për mendimin tim duke rujt se kush karakteristikat e vetë. Rama mbështetet kryesisht tek këto improvizimet, tek ajo ekstravaganca, tek spektakulariteti, si me thënë. Opozita i mshon edhe ajo me gjuhën e vetë njëjtave gjëra, por mungesa e përballjeve, e diskutimeve, e varfron shumë fushatën, se dhe premtimet, kur nuk ballafaqohen me njëri tjetrin, ata pastaj ngelin si improvizime elektorale. Ka ndodhur edhe kjo që Rama, duke ditur që tema e arrestimeve të SPAK-ut është një temë e fuqishme populiste, ka dashur që të shmang nga ato kandidatët e tij nga ballafaqime ku mund të merrnin akuza në drejt për drejt, pra në vit parë. Po ashtu për shkak se kandidatët e vet janë shumica të rinj, ndoshta 70 ose 80% e listës janë të rinj, e ka ditur që edhe të improvizuar në moment të fundit, e ka ditur pra që këta do ta kishin vështirë për të funksionuar në debat duke marrë akuza të tilla. Ndërkohë që është edhe pak skeme e vërtetuar në rastin e Kosovës, Kurti ju shmang jo vetëm debateve, por ju shmang edhe ballafaqimi i tij me gazetarët. Dhe rezultoi relativisht fituese. Ka patur ballafaqim ndoshta vetëm midis partive të vogla me njëra tjetrën, apo midis partive të vogla dhe opozitës madhe, domethënë të Berishës. Ky ka qenë ballafaqimi. Ka patur dhe në fjalë të fundit zgjedhja e temës ose zgjedhja e sloganit lidhur me Evropën ishte një lloj arratisje nga problemet e brendshme, nga arrestimet e SPAK-ut, nga goditja e SPAK-ut dhe ishte një përpjekje për ta spikatur edhe në funksion të votuesit diasporës këtë raportin që ka kjo qeveri, këtë mbështetje që ka marrë kjo qeveri, që duk hapur, paturpshëm, edhe në fillim fushatës, edhe gjatë fushatës nga Bashkimi Evropian. Okej, atëre, fare shkurt, çfarë ju mendoni tani? Çfarë ishte mandati i fundit i tretë i Edi Ramës? Ku dështoi? Me që mentor, preqit e pastaj Bushat dhe kaloj të një pyetje specifike të zonja Zama që është këtu. Tani, faleminderit zonja Zama. Trafiki se kanë ardhur këta ciklistët italistë këtu. Të bllokuar të Janë rëndër shumë. Po që na kanë ardhur ciklistët, e kupton. Kemi edhe ciklistë edhe zgjedhje edhe ciklistë të mëdhenj. Unë mendoj që bujqësia është dështimi kryesor. Dhe ka arritje. Dështem bujqësia sepse bujqësia është ajo shtylla kryesore që duhet mbajë turizmin dhe duhet justifikojë atë sepse një popullsi akoma e madhe e Shqipërisë, një përqindje e madhe e saj jeton në fshat, ndërkohë nuk mund të imagjinosh turizëm pa bujqësinë, ka disa të dhëna për blegtorinë apo për bujqësinë në përgjithësi, për prodhimin, për rritjen e importeve të produkteve bujqësore nga jashtë, edhe nga vende të largëta. Ky mund të quhet dështimi më i madh. Nëse shkojmë tek ato që kanë qenë arrestimet e ministrat vet, siç e tregoi kjo fushat, siç e treguan dhe sondazhet, Rama ka arritur që ta paraqes këtë paradoksalisht edhe si merit, sepse e ka treguar, domethënë që SPAK-un ne i dham Dumanit atë shpatën dhe kështu që në këtë kuptim e ka kapitalizuar në favor të vet dhe populli e ka besuar këtë narrativ të tij, siç e tregojnë sondazhet, gjithmonë nëse do të besojmë që sondazhet tregojnë të vërtetën në Shqipëri dhe ta zëm nuk tregojnë të vërtetën në Amerikë. Arritje? Arritje ndoshta në sektorin infrastrukturor, megjithëse edhe për sektorin infrastrukturor do të mund të thoja që ka shumë energji të shpenzuara edhe në vektor apo në drejtime në akse autostradale të cilat janë shumë afër me njëri tjetrin, do thotë para e shpenzuar ndoshta në drejtime të gabuara. Arritje në mund thoshe në ruajtjen e boshtit euro-atlantik të Shqipërisë, rritjen e profilit ndërkombëtar të saj, siç është dukur me shumë aktivitete që janë organizuar këtu, me ata që do organizohen datën 16 maj apo me të tjera, pra një lloj përmirësimi i imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë në këto vitet e fundit. Preç? Për ta nisur nga kjo e dyta jam dakord pak a shumë me ato që tha mentori, po si arritje do konsideroja edhe promovimin e turizmit në Shqipëri. Është një gjë e dukshme, domethënë
natyrisht që ka shumë arsye, shumë faktorë që si në këtë, por Rama me natyrën e tij, me talentin që e ka për sa i përket PR-it dhe promovimit vendit me mënyrët që ai di dhe një, duhet ja njohim si sukses këtë gjë, që Shqipëria është bërë një destinacion turistik siç asnjëherë tjetër. Dhe ne kemi edhe njerëz jashtë, kemi edhe fëmijë tanë, dhe ata e thonë këtë gjë që në Hollandë, për shembull, vajza ime më thotë të gjithë holandezët që punojnë me mua, thonë do shkojmë në Shqipëri dhe vetëm që ajo kur ka qenë në shkollë nuk. Tjetër? Okej, jemi okej. Mirë, për sa i përket dështimit, bie dakord plotësisht me mentorin që dështimi më i madh për mendimin tim është në bujqësi dhe mblektori, që janë dy fusha që i japin kuptim ekonomisë në Shqipëri bashkë me turizmin. Kemi dëgjuar lajme, Ola më thotë më shumë lajme të tmeshme për zhdukje, zvoglime tufash, zhdukje pothuajse mblektorisë në shumë fusha. Dhe një dështimi që doja ta nënvizoj edhe në, si më thënë, në këtë postumin e një shkrimtari, ka të bëjë me kulturën. Kultura është zhdukur. Në mandatin e tretë të Edi Ramës, kultura u zhduk. Është zhdukur tamam, edhe si emërtim. Përgjithësi zhdukur në këto 30 vjet, po veçanërisht këtë 4 vjeçar. Zoti Ylli, duhet ta ngres zërin për këtë studion tuaj, sepse në shkurt po e them, kultura për herë të parë është shkutur si një sandwich midis ekonomisë dhe inovacionit. Pra, pak a shumë po shkon drejt asaj. S'gjan fare si kulturë. Por identiteti i Shqipërisë është kultura, s'ka tjetër, është gjuha. Dhe duke shpatur kulturë që vjen nga do të thotë dukesh identitetin e një populli. Nga fusha e artit. E artit akoma më shumë se kultura. Bushat. Ç'është ky mandat? Ju mbyll për Edi Ramën? Dhe ashe që janë dështimet dhe ashe arritje. Arritje unë këtu këtë turizmi, pavarësisht se këtu ka shumë debat, do të një tema jo, në vete që është rrugë e dur i zhvillimit si po e zhvillon Rama turizmin apo jo, por fakti si ka vendosur ai të zhvilloj, që unë mund mos jem dakord, pa dyshim që i ka paraprir fluksit që do vinte në Shqipëri. Do me thënë, unë kam qenë kritik me këto, me aeroportet, me ndërtimet në jug e tjerë, po fakti është që ato krijuan mundësi për të pritur më shumë turist. A duhet zhvilluar kështu Shqipëria? Unë them jo, po ai atë rrugë ka zgjedhur dhe aty ja ka arritur edhe me këto shifrat, kaq milion turistë, kështu se s'duat bien kurrë në shifra. Këtë do i njihja si sukses. Si dështim, tani këta mund ta quajnë dhe sukses, që janë bërë mjeshtër në ajdutësi, po unë e quaj dështim në raport me çfarë presin qytetarët nga një qeveri. Do më thënë, fakti sot që bëhen tendera dhe humb gjithë vepra, nuk ka arritur kur, nuk ka ndodhur kur përpara. Ose fakti ekziston incineratori tu aty. Jo vetëm. Asnjë. Dhe i tha dhe mua këtu që asnjë nga djeksha aty ta, po s'ka dhe ku na djek. E para. E dyta fakti që e kanë quar gjobën për tender deri 50%, është një rekord për gjithë historinë e Shqipërisë. Këto janë krime, nuk janë dështim. Janë krime, në fakt. Ata mund t'i quajnë dhe suksese. Janë krime. Kështu e... Se kemi kompania 3-5 është që ilustron këtë që thoni ju, më shumë se kapi, janë krime. Po, ato janë parat marra direkt nga shtetit dhe në... Por, edhe një fjalit fundit, me që mentori tha që është demokraci që funksionon, unë këtë nuk e kuptoj, që ç'është kjo demokraci ku sa më shumë e vjedh një popull, aq më shumë ngrihesh me vota. Unë demokraci të këtij tipi nuk njoft në asnjë vend botës. Ola, te kjo pyetje pastaj kam një më specifike për ju. Mandati i fundit, ku dështoi dhe a ka ndonjë arritje? Nga dështimet apo nga arritjet? Po, thuaj arritjet ose dështimet? Okej, nëse bëjmë analizën e fushatës të premtimeve sa i takon pjesës programit ekonomik që ka patur zoti Edi Rama dhe Partia Socialiste në vitin 2021, tre ishin gjërat kryesore dhe pikat kryesore. Ka qenë zhvillimi i infrastrukturës dhe investimet publike. Cilat janë dështimet e mirë? Po jo, po s'kam kohë. Ndërtimi? Se sqarova në fillim. Kam kohë që ti të më thuash dështimet, pastaj do të bëj pyetje tjetër specifike për premtimet ekonomike që vinë më pas.
Tani kam këtë pyetje. Ku dështoj AK? Kishte këto premtim, ti thua kështu. Kishte këtë premtim dështoj, kishte këtë dështoj. Tani do t'i kisha thënë se 3 pika ishin, po megjithatë ti të takon të më ndërpresësh me qenë se isha me vonesë. Jo. Kështu që mos ta ças gjetën. sa i takon rritjes së pagave është një premtim i mbajtur, sepse pagat në administratë janë rritur. Patjetër. Sa i takon rindërtimit, është një dështim sepse rindërtimi nuk ka përfunduar. Madje as kur u premtua që do të mbaronte brenda vitit 2021, nuk përfundoi as në 2022-shin, tani jemi në 2025 dhe fondet prapë janë shtyr për në vitin 2026. Madje ka shumë banor të cilët nuk kanë hyrë akoma në shtëpi, por pallatet kanë përfunduar dhe çelësat kanë mbetur pa u dhënë dhe pa u shpërndar. Sa i takon turizmit, unë nuk do ta quaja as arritje as dështim. Kjo është filozofia e Edi Ramës, që të bëjë Shqipërinë një kryeqendër turistike, por nëse shohim se çfarë të mirash i ka prodhuar turizmi ekonomisë shqiptare, të gjitha vjen në pikpyetje. Sepse nëse do t'i kishte prodhuar të mira ekonomisë shqiptare, nuk do duhet që të kishim rënje në sektorin bujqësor dhe nuk do duhet të kishim rritje të mallrave të importit. Pra, ajo me të cilën turistët hanë, ushqejnë dhe konsumojnë në Shqipëri, vjen nga jashtë dhe ne ndihmojmë ekonomitë e tjera. Ndërkohë që me taksat tona shpenzojmë për rrugë dhe për infrastrukturë në shërbim të turizmit. Besh elitar në mesdhe, me fqinj, Greqinë, Italinë e këto, është një ndërkohë që po të shohësh tipologjinë e turistëve që vinë në Shqipëri, nuk janë turistë të cilët shpenzojnë dhe janë turistë të tipit që shfrytëzojnë turizmin masiv. Sa i takon resorteve në jug, aty kemi parë vetëm shqiptar. Ndonjëherë mund të vinë ndonjë i famshëm i huaj, i cili mund të bëhet lajm në mediat shqiptare, por nuk ka dentësi të shfrytëzimit të ndonjë arritje? Arritjet e thash, është rritja e pagave. Rritja e pagave? Jo dhe aqë, se për shembull ne kisha në studio dhe duket dilte që doktori kishte rritur më shumë. Jo, pensionet. Pensionet, më fal. Pagat ky ka rritur këtu. Ka premtuar uljen e çmimeve të aeroportit dhe çmimet e biletave janë ulur. E ka patur këtë pjesë të fushatës dhe janë ulur, pavarësisht se si është administrimi i aeroportit që është skandal më vete, por kemi ulje të çmimeve dhe rritje të numrit të udhëtarëve. Ndërkohë që në infrastrukturë ka dështuar, kanë përfunduar vetëm 2 vepra, është premtuar që në 2013 zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës dhe i bie të duhen 3 mandate që ta fillosh zgjerimin në një rrugë. Është premtuar skavica si vepër energjetike në 2021-shin, e shohim edhe tani në vitin 2025, prap që skavica do të realizohet dhe do të investohet nga ana e korporatës elektroenergjetike. Dhe porti Durrësit që ka nisur deri diku, por është një kontratë e cila është bërë pa garë që është kundërshtuar. Pra, ato që janë kundërshtuar, janë realizuar me përjashtim të rritjes së pagave, të tjerat. Okej. Zonja Zama, pyetja tjetër për ju, specifike e kam, jo për kolegët e tjerë, a ka premtime ekonomike Rama për mandatin që vjen, nëse fiton? Do më thënë, cilat janë premtimet? Cilat janë ato dhe a janë të realizueshme? Premtimi kryesor që unë shoh në këtë fushat të gjitha forcave politike ka të bëjë me pensionet. Jo se ishte një premtim në fillim të fushatës Edi Ramës, por duke qenë se është një tezë e cila ka dhe bazë, sepse pensionet vërtet janë të ulta, por edhe ka edhe votë, sepse kontingjentin më të madh të votave e shohin partitë politike të pensionistët, të cilët fatkeqësisht përbëjnë edhe përqindjen më të madhe në popullsinë e Shqipërisë, edhe në përqindjen e votuesve. Dhe kjo është më e vështira për të realizuar, sepse kërkon buxhetin më të madh. Ndërkohë që nëse e shikojmë se takon arsimit, shëndetësisë, ka vetëm premtime të cilat ofrojnë binjakëzime apo asistencë të dhëna nga vendet e huaja, por nuk e dim se sa do të realizohen apo jo. Gjithsesi, nga një mati që kanë bërë faturës financiare, nëse marrim investimet publike në infrastrukturë që janë shtylla kryesore dhe ato në energji të programit të Partisë Socialiste, në taksa nuk premtohet që të kenë ndryshime, por ka vijim të politikës së rritjeve të pagave në administratën publike dhe të pagës minimale, gjithashtu edhe të rritjes së pensioneve, fatura financiare për 4 vite qeverisë, për një vit që të realizohen si premtime, kushton nga 2.5 deri në 3 miliard euro, ndërkohë që ato të Partisë Demokratike kushtojnë nga 2 deri në 2.5 miliard euro. Okej, Bushat, kalojmë te opozita. Sa më të koncentruar,
Çfarë është fushata elektorale e opozitës në këto zgjedhje? U duk më shumë sikur opozita i kishte sytë në Washingtoni se sa nga këtu në zgjedhje. Unë mendoj që opozita kishte dy kolona. Pra, një kolon duke e quajtur këtë vend një autokraci, me anë të rezistencës donte të jepte një shembull, shoqëria jonë ka vështirësi për t'i rezistuar diktaturave. Dhe opozita donte të jepte një shembull, ai sa ka arritur të bëjë shembull për shoqërinë që diktaturës dhe i rezistohet. Dhe ishte një opozit që 4 vjetë përpara ne flisnim që do azgjësoj dhe pas 4 vjetësh u ringjall. A është kjo e mjaftueshme për të fituar zgjedhjet në një regjim autokratik? Natyrisht që jo. Pra humbjen e ka të sigurt, por ama ruajti veten nga azgjësimi. Projekti i regjimit ishte azgjësimi i opozitës, mundësisht 10 parti të vogla model Vučići. Këtë arriti. Dhe këtë ka dashur ta demonstrojnë fushat, edhe me amerikanët po doni dhe me lajmin për non-gratën që mori dje. Tjetra ishte duke pasur përballë një ram pa asnjë program, ti premtoj njerëzve. Do me thënë, unë këtu shpesh e kam thënë e talli që mund premtonte edhe më shumë, se njeriu kur e di që sfiton, me hap thesin thotë çfarë doj. Pra mund mos ishin kaq të rezervuar. Po fakti që mundua ta tërheqi vëmendjen tek paga minimale e njerëzve ke minimumi jetik te pensionet, duke marrë shpesh trajtat e një partie të majtë, e majtë konservatore një lëmsh në fakt, por kjo është kërkesa e shoqërisë. Do me thënë, duke pasur përballë një konkurrent që mendon vetëm për të pasurit, vetëm për oligarkët, ka bëri këtë zgjedhje. Nuk e di sa i ka ngjitur kjo lloj strategjie opozitës, sepse qeveria mundua ta mbuloj me heshtje këtë dimension, dhe dyta bashkë me ndihmën e fortë të mediave që munduan ta heshtin këtë, dhe nuk e di sa ka pasur impakt kjo tek njerëzit. Atëre. Mentor? Do t'i njohim një merit opozitës, sepse nëse e mendon që është një pozit që është 3 mandate larg pushtetit, atëherë frustrimi është i madh, apo jo, tek drejtuesit e saj, tek votuesit, apo jo, tek ushtria elektorale, të cilët kanë ndëtur larg tortës pushtetit në nivelet ndryshme qendrore lokale. Dhe fushata që ajo ka drejtuar me gjatë ka qenë fushatë e qetë, kështu që duhet njohur kjo merit opozitës. Së dyti ka qenë një fushat me premtime të mëdha, mendoj unë, dhe jo realiste. Kur themi opozitë, po referohemi Partisë Demokratike, megjithëse unë nuk mendoj që ajo është opozita e vetme në vend, dhe partitë e reja kanë bërë opozitë cilësore, edhe në pikpamje të kritikizmit, edhe në pikpamje të propozueshmërisë, kanë patur propozime që kanë qenë shumë interesante. Partia Demokratike ka vuajtur të kompleksin e non-gratas, por gjithsesi është fakt që për shkak të ardhjes së administratës Trump, për shkak të këtij konsulenti, qoftë për shkak të këtij lajmit, i cili nuk është një lajm 100% i mirë, por as nuk është lajm i keq, lajmi i fundit që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me mundësinë ose jo të zotit Berisha për të udhëtuar, është hequr ajo përmasa anti-amerikane që ka shoqëruar opozitën veçanërisht në këto 3 vjet e fundit. Kjo është arritje e madhe për një popull si yni, që është një popull pro-perëndimor, dhe gjysma apo një pjesë e madhe e saj të jetë anti-amerikane nuk do ishte mirë. Ka patur premtime, si thash, të egzageruara, irrealiste, pra është zgjedhur ai modeli i ofrimit të premtimeve të cilët janë pa mbulesë, por gjithsesi në bilanc të fundit mendoj që duke mbajtur parasysh moshën e zotit Berisha, ka qenë një fushatë e cila ka qenë serioze, megjithatë. Qartë. Bresh? Për mendimin tim, fushata e opozitës, e Partisë Demokratike, pikësparje dhe e koalicionit vet,
ishte një fushat pa një projekt të elaboruar për rotacionin e pushtetit. Ata hynë zgjedhje për të qëndruar opozit në subkonshin e tyre. Kjo pa që kurse miratua një ligj zgjedhor që ishte në kundërshtim të plot me ambicin e një partie opozitare për të fituar zgjedhjet, duke mbyllur listat në kreun e tyre. Dhe duke shkelur një premtim 4 vjeçar që ju kishin dhënë ndjekësve të vetë se ne do bëjmë diferencën me listat hapura. Dhe dyfishuar në këtë në mbylljen e listave edhe tek lista aty, tek primarët e tyre. Pra, si të mos mjafton të mbyllja e listave, si të mos mjafton të krijimi i 2 grupimeve, i patricëve që emrohen dhe plebejve që luftojnë për patricët, që ishin këta të listës hapur, këta thelluan me primare duke futur në listën e mbyllur njerëz që nuk kishin hyrë fare në primare. Për këtë unë them që ajo për mendimin nuk kishte projekt, edhe në ato përpjekjet për koalicion të madh nuk kishte. Ata përshtatën në Shqipëri, këtë kryesisht trampizmin. Por kjo është një fushat që për herë të parë një partia demokratike përshtat, domethënë në një masë të madhe, trampizmin në shumë element. Duke qenë këtu i pakaluar të Trumpit, sepse unë do kem dhe deklaratën e djeshme të gazetarit në pyetjen e fundit, para fundit, se do të koncentrohemi sa më shumë tani, që të letë mund të thuash fjalë aty për te, po jo, të t'i hyj më thellë kësaj pyetje. Shiko. Themi që gjonja një emision dije, po jo, po bisedojmë, dhe unë po aty jam me ty, ti do vazhdosh. Po të themi që dije po ndiqja një emision, të një kolegu ton. Dhe shikonja aty që i ideshin të gjitha fajet të Edi Rama. Sigurisht Edi Rama kërkon që Partia Demokratike të jetë sa më të mos jetë fare. Edhe partitë e tjera të mos jetë vetëm ai. Dhe kështu ka ndodhur në 35 vjet. I shkruanja unë kolegut i thosha që ç'ndodhte 10 vjet më parë, që ai ishte prezent e gjitha. Është një gjë, po më ashpër atëre. Tani vetë opozita preç se për shembull të marrësh se ti e ke pak dobësiate, po duhet ti edhe tani je njeri i letrave dhe i kritik në përgjithësi. Të marrësh njëri tani ta vesh 12 vjet kryetar të një partie, vite të tëra e të gjithë, dhe hum të gjitha gjërat e gjitha dhe veti, ose ky fragmentarizim, çfarë është tani? Vetëm e drama e ka shkaktuar këtë. Jam dakord që Ramos i ka pëlqyer dhe ka punuar, po vetëm e drama e ka shkaktuar. Kjo është ka hyrë tani, janë disa që thonë këtë gjë, Partia Demokratike ja ka bërë vetës. Jo, edhe kundërshtari, edhe kundërshtari. Herë ja ka bërë vetë, kundërshtari ti s'mund t'i thush pse më lufton. Jo, sigurisht, po atë punë ka. Jo, vetëm kur përdor shtetin për të luftuar. Ky është një problem. Jo, kundërshtarit lufton me gjithë. E bëjnë vetën siguran qilimi, domethënë që s'na lë Rama na përshën. Rama themi çat, ne themi një herë, themi disa të vërteta që janë objektive. Dhe e vërteta është kjo që opozita në Shqipëri, ndryshe nga që përtha dhe Bushati që ka qenë vetëm 37.000 vota larg Partisë Socialiste në vitin 2021. Kjo opozit. Atëre, erdhi Sali Berisha, për ato arsyet e veta, e shthuri, e rindërtoi, e bëri, e futi këtu ku e futi. Domethënë, kjo është historia. Nëse doni me fut këtu personazhe të tjerë, kjo është për t'i bërë, si më thënë Alibin, një krize e cila është krijuar pikë pari nga protagonistët që janë aty mrena. Dhe unë i qëndroj kësaj me forcë, sepse kështu është. Sot, në prag të zgjedhjeve, jemi aty ku jemi, tani do na bësh një pyetje më vonë për si është situata e fotografia e sondazheve që se ka, por duhet të them këtë gjë që në fushat Berisha ka bërë përpjekje për ta kompensuar. Jo, sondazhet do të marrë, do marr çfarë mendoni ju? Ka bërë përpjekje për ta kompensuar, domethënë krizën që ka shkaktuar vetë, është protagonisti i krizës që normale është. Ka shkaktuar në Partinë Demokratike. Kundërshtari është në punë vet, ti ke marrë përsipër, i ke dalë zot që të çosh demokrat në pushtet. Bushat. Okej. Tani po pra. Përtarët e fushata ka bërë përpjekje, këtu bi dakord, nuk është e tha mentore Bushati, ka bërë duke qenë i vetëdijshëm që ka bërë, ka zgjidhur thesin me idenë, ka bërë dhe propozime që, si më thënë, prekin ato plagët shoqërore të kohës që jetojmë, adresojnë problematika reale të shtresave nevojë në Shqipëri, këto janë pozitive, e ka influencuar bile qeverinë
me disa propozime për minimumin jetik dhe për pensionin minimal, por të gjitha këto lidhen me këte krizën. Kjo kriza nuk kurohet me truke. Bushat. Tani, themi që politika du të shërbej interesat e qytetarëve. Jo vetëm majoranca, që e ka për detyrë numër 1, po dhe opozita në rastin konkret. Dua të dalë në një moment që shpesh e kemi patur në studion tonë. A ka thënë ajo të vërtetën në lidhur dhe është opozita e kapur nga edhe një lloj si majoranca, me të gjithë, jo më shumë, por sikundës e majoranca nga interesat oligarkëve. Ata që ne quajmë oligarkë. Pa dyshim që po. Do me thënë, ne dy partit e mëdhaj kemi parti oligarkike, që herë kur ka qenë njëra në pushtet, këta kanë qikë më shumë këta të fundit, gjithmonë paka shumë me të njëtin model kanë qeverisë. Me model dhe njëtit njerës. Dhe pastaj dhe me të njëtit njerës. Është ajo e famshmja që e thua shpeshti e Ramës, që ja thot bashkë, po qeti, po zamiri, po bashkimi, po... Dhe gjithë po janë klientët e gjithve. Problemi këtu është, kush është ndryshimi cilësori 12 viteve të fundit? Ndryshimi cilësor është që Rama, edhe kur ishte në opozit, kishte oligarkët e vetë. Pra, që ishin këto Koço, Fideli, e tjerë ndërtusit e kullave Tiranës, ishin financusit e Partisë Socialiste. Rama, kur ishte në opozit, kishte mediat e veta, të kontrolluara nga oligarkët. Çfarë bëri, çfarë përmbysje solli Rama kur erdhi në pushtet? I rrëmbeu të gjithë, pra nga një sistem oligarkik, ku pushtetet, mediat, gjithë kundër pushtetet ishin të ndara barabar, Rama i mori gjithë dhe ne kaluam nga një oligarki plurale në një oligarki autarkike. Dhe ky ishte ndryshimi i madh. Prandaj unë sot jam kundër kësaj fabulës që është dhe opozita oligarkike. Opozita s'ka më brek në përkëm. Një pyetje... Pa tjetër. A thu janë dakord oligarkët me këtë që thu ti? Sepse kemi shumë prova dhe Ylli Rakipi ka qenë protagonist një aferet madhe që këto oligarkët prap janë në dy anë. Më thënë, janë sa në e këtej. Besoj se... Qëfar them? Jo, nuk jam kundra. Vazhdo në tjetë prap plurale, por në përqindje jo të barabarta. Pa tjetë edhe lobimin kush e ka bërë, dhe pagesën e lobimit kush e ka bërë, se duhet vrarë në qikmëndje. Zotë Berisha nuk ka quar parat e veta, ose parat e Partisë Demokratike ati. Dhe nuk është janë ledhë 20.000 kontributorë diasporës për paguar. Oligarkia... Jo, po kjo është pastaj... Jo, thuaj tënde në prejtë, po se kjo është pastaj bisedë vetëm për këtë problem. Pa tjetër, po se kjo... Ti thuaj mendimin tënde, kaq. Kjo do të thellohesh, por... Jo, kjo është një temë vete. Ky është ndryshimi cilësor nga oligarkia plurale në oligarki autarkike. Jemi në ndryshim, dakord, më po... Unë them oligarki me përqindje. Shiko, kur të ditën e ose të inten që vjen, që mbarojmë fushatën, ne diskutojmë këtë problem. Ulemi në studio dhe diskutojmë. Por tani ne themi, ti ke mendimin tënd, ore. Unë ju kam thirrur kështu. Bushati ka mendimin e vetë, ti respektoj mendimin e Bushatit, respektojmë tëndin. Tani, Ola, kam një pyetje të cilat janë premtimet sa më sintetike të Partisë Demokratike. Të thënë diçka për oligarkët qasin që kanë të dyja partit, apo? Thuaj se do të kështë thënë. Se është një tret, ka rëndësi mendimi. Po sepse ja asmentojnë se pyeta, se di që... Ka rëndësi mendimi saj. Nëse marri modelin e taksimit të qeverisës së Edi Ramës... Edi Rama nuk ma pranoj mua që ka oligarkë. As flamuris më. Po, shiko, ne i quajmë oligarkë, se po të meresh me përkufimin janë ata të cilët vendosin se kush do qeverisë një shoqëri apo një vend të caktuar. Çështja është që këta janë oligarkë të cilët varen nga buxheti i shtetit. Për ta shpjeguar me një fabul për qytetarët e thjeshtë. Investitor strategjik është një copë letër që ta jep Komiteti i Investimeve Strategjike që udhëhiqet nga kryeministri Edi Rama. Ti me këtë copën e letrës mund të marrësh tokë pa para. Po ashtu, me këtë copën e letrës, shko në bank, merë financimin dhe papritur u bëre i pasur.
Ky është sistemi që ka ngritur Edi Rama. Nuk bazohet fare as në meritokraci, as në eksperiencë, se ju tregoj nuk janë oligark këta. Ka ardhur Ajati këtu, Ajati më jep edhe mua përfaqësimin, po ti paguaj po ti paguaj tarifën e franchise-it. Ma jep dhe mua përfaqësimin e Ajatit. Po Ajati nuk e ka pronari Ajatit. Qartë. Tani, cilat janë premtimet ekonomike? Po më lërë, te modeli taksimit. Kemi se të ikën tjetëri. TVSH-ja të reduktuar për sportën e ushqimeve dhe për energjinë elektrike për qytetarët. TVSH-ja e reduktuar është 6% vetëm për ata që flenë dhe hanë edhe pinë në hotelet me pesyje, që janë të pasurit. Premtoi taksën progresive. Taksa progresive është aplikuar vetëm të pagat, që janë pagat e larta që përfaqësojnë shtresën e mesme. Taksa shumë forte. Po tani të bëjmë këtë që... Po mirë, jo, unë thashti thoja me fakte pse mendoj që... Jam okej me këtë që thua ti, totalisht, por se na ikin tjerë. Tani, premtimet ekonomike të PD-s, a mund të realizohen apo janë utopike? Premtimet i keni parë, se unë ndaj kam vëndë këtë titull. Talavan bëri ky këte, i madhi, i gjati, dhe Luk Floriri tha kë, tjetëri, Luk Floriri, me që e tha Bushati që ai mund ka përgabim tha që s'ka premtuam shumë. Shiko, me sa duhet strategjia e fushatës së Partisë Demokratike është të premtoj më shumë para për buxhetin e shtresave në nevojë, për pensione dhe janë teza patjetër që ngjitin kur ti nuk ke një ofertë tjetër. Por këtë e shohim që e bëjmë partitë e reja. Përpara se opozita të premtoj këto, duhet të denoncoj kapjen e shtetit, se me çfarë parash do t'i bëj dhe do t'i realizoj këto premtime që ka bërë. Më e vështira, siç e thash edhe pak më parë, më duket rritja e pensioneve, sepse kërkon kosto shumë të madhe buxhetore, të cilat nuk janë që bëhen vetëm një vit, po duhet çdo vit që buxheti të ketë akoma dhe më shumë për shkak të përqindjes së pensioneve që rritet, edhe për shkak se kemi më pak të rinj që punojnë dhe më shumë pensionistë çdo vit. Kështu është bërë piramida e kafshuar e popullsisë. Dhe më duket një sfidë më vete, por është sfidë e domosdoshme, e cila mund të kompensohet dhe mund të kthejë produktivitet në ekonomi nëse bëhet, sepse pensionistët, pensioni që marrin në Shqipëri do ta konsumojnë dhe një pjesë të atij konsumi qeveria do ta marrë përmes taksave, patjetër nëse luftonin formalitetin. Pra, duhet që të ketë mirë qeverisje që të bëhen këto premtime. Pa mirë qeverisje nuk ka. Utopi më duket dyfishimi buxhetit për shëndetësinë, dyfishimi 5.5% e PBB-s do çonin arsimin, do çonin 2.000 euro pagat e pedagogëve, do rrisnin pagat e mësuesve. Pra është një farë utopie. Këto janë hapthesin. Hapthesin, domethënë se me që s'kemi thes. Tani, gazetari, këtu e duhet sa më të koncentruar, dy pyetje kam tani. Gazetari amerikan Mark Caputo ka pyetur dje, dhe botoi një pjesë e mire e medias, unë e parë sot herë në mëngjes, Departamentin e Shtetit lidhur me ndalimin e hyrjes Berishës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka marrë këtë përgjigje. Ne bëjmë rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të përcaktuar në SBA në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Kështu që ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbajnë peng nga vendimet politizuara të epokës së Bidenit. Bushat, ju kishit edhe një shnim sot të cilin edhe ne e publikuam. Sa më konqiz në këtë çështje. Kjo është një shpull fytyre për gjithë debilat që na kanë qarë kokën këto 4 vjetë Amerika, e tha Zoti, e tha Amerika, gjoni Amerikën, Euroatlantikët, unë mendoj ndryshe, po do bëj si thot Amerika, aleati ynë strategjike tjetër. Tani del një Amerikan tjetër, s'ka rëndësi kush ka drejtë, mund të ketë pasi pari apo i dyti, del një Amerikan tjetër dhe thot, gjitha këto kanë qenë gabim, ju dhjefsh Amerikën e parë, kap një Amerikën e dytë. Do me thënë, në këtë kuptim, kjo që ka ndodhur nuk është një sukses i madh për Berishën. Unë besoj thellë që Berisha donte aktin, heqjen e non-gratës. Dhe sot non-grata nuk është e hequr dhe prandaj është ajo pjesa parë që ju lexuat. Pra, që për arsye kombëtare apo ndërkombëtare për do të shkojë në OKB. Pra, i gjen një artific, si duket ka një lobim aty, që është i qartë. Qartë, dhe gjen një artific për të thënë që ti mund vish në Amerikë. Ti mund vish. Por non grata pjesa e rëndësishme është pjesa e dytë që është politike. Ajo ku thot, pra, politikat e Bidenit
të kësaj ruspijës që kishim ambasadore ne këtu, kanë shkatruar marrëdhëniet, interesat amerikane dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Qartë. Pra të gjitha ta që këto 4 vjetë kanë denoncuar ruspijen, mendoj që kanë qenë krahun e drejtë. Preç. Të tjerët kanë qenë krahun e gabuar. Unë kam uruar gjithmonë edhe në studion tuaj dhe uroj prapë që Sali Berishës t'i hiqet non grata. Dhe t'i hiqet me një vendim. Te kemi uruar të gjithë, por T'i hiqet me një vendim të Bushati departamentit. thot, unë mendoj që thot një të vërtetë, të cilën ti që të përqenore, edhe ne jemi dakord që të kemi një fuqi si që është Amerika. Është kontradikt në të që thot, për ta them tani, se ky nëse Rospije ka qenë kur e vuri Rospije, për Amerikën nuk mund të flasin për 2 Amerika, për 1 Amerikë. Ata që flasin për 2 Amerika, dhe më thënë, duan të hapin rrugë një narrative anti-amerikane, ka 1 Amerikë. Si ajo kur e sankcionon, si ajo që e merë vendimin e kundër, shpa Tani kemi një Amerikë tjetër këto ditë. Ja, ta shi ta them unë vendimin tim. Ndoshta s'kuptoj mirë unë, pastaj se Ta them vendimin tim. më thuaj, po. Pra, jemi të non grata. Të hiqet non grata me një vendim të sekretarit shtetit Marco Rubio, në të cilin denoncohet në që se ka egzistuar edhe komploti kundër Sali Berishës. Për ndryshe s'ka sens. Komploti i George Sorosit. Nuk kemi të hequr Prit pra një minutë. gradën Berish, e shpjegoj. Tani, Bushati bëj një shpjegim shumë thjeshtë. Po për shkute kjo do... Është një lojë për të thënë që ai do vinë Amerikë se kjo po. Tashi, se sa e rëndësishme është Amerika, edhe për ata që kanë prodhuar një narrativë anti-amerikane këto 4 vjetë, e tregon në përpjekja dhe shpenzimet dhe lobimi shumë i kushtueshëm i Berishës për t'ia heqë, po të mos kishte vlerë pse do harxhonte. Pra, bile janë, ja kam thënë Bushati, ata Donin amerikanët aq sa e do t'i Amerikën preç. dhe shpenzonin më shumë. Tani për të ardhur kjo fundit. Do ishte shumë. Se unë them që vendimi duhet hiqet pa para. Domethënë, kjo ja zbardh faqen. Jo më i kanë rënë gjitha vendimet aty, jo vetëm me Berishën. Prit për një minutë. Gjithë non gradat kam idenë që kanë rënë me ardhen e këtij Bjondit. Prit për një minutë. Unë them që me qenë se pretendohet si është shpall non grata mbi një komplot, si duhet jem koherent me atë që them. Atëherë do të hiqet duke denoncu komplotin. E tham pra këtë, e the herë dytë që po e përsërit. Do me thënë, Sali Berisha nga Vucitoli të rregulloj Amerikën. Ai do gjej rrugën si zgjidhjallën e vet, nuk do rregulloj demokracinë amerikane. Jemi okej, më kështu mendon. Jemi okej për këtë gjë, domethënë. Jemi okej se Nga Vucitoli ai citohet si presidenti i Shqipërisë, nuk thotë ti do ta ridikulizosh. jemi okej, preç. Okej, atëre konkludo. Kjo e këtij gazetari do kishte pas një vlerë në këtë rast, në qoftë se do kishte citu ndonjë emër, domethënë do kishte citu. Departament shtetit gjithë. Do t'i jep. Po është lobim tha Bushati. Është lobim, është i qartë. Lobim. Duke se është një kompilim i themi ne. Po lobim buru. Kompilimi një Po se kompilim nuk kuptohet. Që kërkon të mos lej asnjë gjurmë që dikush të reagojë atje sepse. Por është Bushat dhe i duhet kjo gjë tani, po ai ka të drejtë të bëjë çfarë dojë në këtë rast. Pra ti thua pret s'është e vërtet kjo. Jo, unë them kjo është e vërtet, po është një kompilim që nuk ambasada, po të flasësh në emër departamentit shtetit ti, sa herë ka ndodhur që ambasada thot mos flisni në emrin Po ton. si themi gjë. Po jo, po nuk kemi. A ke lexuar? Unë kam lexuar atë, kam lexuar me vëmendje dhe unë jam duke Edhe ullaf për llaf. Vetëm 2 fjalë. Jam Mentori, po s'kemi. kur ndërhyr shpesh nuk Po do ta bëjmë javën që vjen, po nuk kemi komo preç. Ti jep mendimin tënd për këtë problem. Ti the, nuk kemi 2 Amerika. Ai thot ka 2 Amerika tani. Po të diskutojmë mbi 1 Amerika, po 2 Amerika, ne kalojmë 2 orë këtu. Nuk kemi kohë për të vazhduar këtë lloj bisede, sepse nuk do ndalemi në një problem. Unë i njoh këtë punë që të mashtrohen për kompilime që janë, si më thënë, me bë petulla në ujë, unë nuk as be ka veshin shumë bukur. Tu, bëhet vendim S'është e vërtet kjo. S'është e vërtet. Kjo është për sot me gjë. Po është mëra ky gazetari. Okej, mo. Unë nuk e di kush ka folur nga departamenti i shtetit. Kush ka folur? Mentor, Ka një citim. Atëherë s'është e vërtet. Jo, mundet. Po jo, po ti që e ke lexuar, s'ka. Po, nuk e ka thënë ai atë, dikush ka thënë Filani, fjalë. si që e ka departamenti i shtetit që citon kërkesë. 5 mentor, 5 fjalë. Qofse është produkt lobimit, por ata që janë të lidhur me këtë kontratë në lobimit duan që ta mbajnë sa më gjatë klientit. Kështu që kjo letra ishte vetëm një zbutje. Kjo ishte vetëm një zbutje në qendrimin amerikan. Ku 750. Nuk ishte personalizuar
vazhdon ajo Më hoqin ata kanë zbutje totale, hoqin në Ungari, hoqin me Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendos. Tjetër gjë. Kjo është një temë tjetër. Kur vendos. Po pra. Na lër të flasim për këtë. Ndërsa në këtë rast kemi një lobim për të thënë se i duhet të zgjedhje. Që tha preçi, përveç që nuk është e personalizuar dhe shprehen thonjza që ajo është xanxa që i ka ngelur atij që person i përcaktuar vazhdon fjalia sipas Neni 83. Mirë po që tjetë pra është zbutur, po nuk kemi kaluar në fazën e mundësisë udhëtimit. Që të vinë të mundësia udhëtimit, duhet që ambasada amerikane këtu t'i thotë ati hajde, të t'japim një cop letër diplomatike që nuk ka ndodhur ajo. Kur të ndodhi ajo, kemi lehtësimin e udhëtimit. Dhe ajo që tha Bushati është sakt. Dhe më thënë, tek fjalia e fundit, kemi një ndryshim. Pra ku thua që qëndrimi ndaj Berishës i keq etj. Ka cënuar ishte nënkuptuar. Ka cënuar interesat strategjike të Amerikës në lidhje me Shqipërinë. Pyetja e fundit. 10 fjalë secili. Zgjedhjet pas 2 ditësh. Nuk mund të bëjmë parashikime, kuptohet se ne. Por dua një opinion, a besoni që mund të kemi një rotacion? Mentor, me që fole i fundit? Jo, nuk ka. Edi Rama ka caktuar sot në Kuç vete ai, vete në një vend aty si në Vakefin e Kuçit aku vete, dhe tha 78 dhe në 88, nuk e di, 74 dhe 88, një gjithë tillë ka thënë. I bëri reklam dhe Elkës, se ta jo flet mbulesës me Elka. Elka është kjo që ndan në pijet këto, ai Vasil Naçja. Jo, tjetër. Se është Vasil Naçja kë? Po, është tjetër. Po, e bërit ajo fatura me vaj, bile, është një faturë me vaj, po nuk ka rotacion, por do të ketë vështirësi në qeverisje, ama do të ketë nga ana tjetër mu për shkak të kursit të përshpejtuar Shqipërisë përmbe, do të ketë shumë imponime që do të vinë nga Bashkimi Evropian, shumë kushtëzime. Preç? Unë mendoj që Partia Socialiste i fiton zgjedhjet, nofta jo mazhorancë se i fiton zgjedhjet, diferenca e saj me Partinë Demokratike dhe me koalicionin Shqipëria Madhështore do jetë më e madhe se sa në vitin 2021, do kemi si element të ri disa partit vogla që marrin këto? Gjas do marrin deputet. Marrin këto. Ola? Fatkeqësisht nuk besoj se do ketë rotacion, por mendoj ose mbase e kam sepse shpresoj që të mos ketë aq mandate sa ai pranon apo mandate që të formojë qeverinë dhe të kushtëzohet edhe të paktën mbase mund të kemi zgjedhjet parakoshme pas 2 vitesh ose 3 vitesh. Partitë e reja marrin thua? Marrin. A i sa thonë ata, se po të majnë a i sa thonë ata, dalin një 400-500 deputet këto? Jo besoj se minimalisht se cila nga partitë e reja merë të paktën një mandat. E merë një mandat, vate. Bushat? Unë e kam thënë disa herë, do me thënë në mungesë demokracie nuk as mund të shpresosh rotacion me vot, Rama do shkoj mbi 74. Dhe mund, se pushteti sa më ko kalon, aq më shumë rritet represiviteti, edhe po besoj që partitë e vogla do marrin derisa vetë do shkoj të votoj për lëvizjen bashkë. Pra unë besoj që duen, kur shkoj të votoj vetë, besoj që do kenë sukses. Sukses relativ. Partitë e reja mendon? Të rete jetë pra, për këtë thash. Okej. Atere kaq kishim për këtë pjesë, nderuar të shikues, se përpoqen të bëjnë një vështrim sa do të thjeshtëzuar të një muaj të fushatës elektorale, nuk di ma ju thamë në një, dhe a kuptohet ju gje, nuk e di tani, ju e dini, ne do të kalojmë, Ola do të bësh pak pushim ti, se do vish një pjesë tjetër, ku do bëj pushim një nga kolegët, dhe do të jemi me Arlind Qorin, pas një publiciteti të shkurtër, çfarë pretendon Arlind Qori të dielën? E kemi patur shpesh në studio atë, e kemi parë si një figurë preç simpatike në një pjesë e mirë. Edhe unë e kam parë kështu, edhe pse, për shembull, nga radikalizmi i tij, edhe mund të kesh frikë kështu gjitha, por unë e kam parë dhe Bushati sidomos e ka parë kështu, dhe ne do ta pyesim tani disa minuta për herë të fundit. Dhe pastaj do të thresim një tjetër që është. Po ti Olën që e ka parë ndryshe Oqe? Jo, kam qenë 2 herë. Ishte, me dhe. Bile po i ndroj që me që kanë qenë, po i ndroj për këtë arsye. Po dhe unë kam qenë me të gjithë. I bitë ndrojmë dhe unë. Mos u ndroti, e kuptova. Mos i bje se do të thresim 20 veta këtu, pastaj se s'ka logjik. Pra, publicitet rikthejmë njerë.